Opozita shqiptare me në krye liderin e saj mbylli sot paqësisht demonstratën e paralajmëruar e dyta paqësore pas demonstratës së dhunshme të 21 janarit. Sipas policisë, në këtë demonstratë morën pjesë rreth 7.000 protestues, të ardhur nga e gjithë Shqipëria me rreth 120 autobus dhe 50 furgona. Vetëm Partia Socialiste ka rreth 80.000 anëtar aktiv në të gjithë Shqipërinë. Kjo është demonstrata e parë pas 21 janarit, ku u mbajtën fjalime, por ndryshe nga herët e tjera në podium nuk folën anëtarët e opozitës, por njerëz të thjeshtë. Në fjalimin e tij që preku të gjitha fushat, kryesocialisti Rama kërkoi largimin e kryeministrit Berisha. Në një fjalim si ku rrallëherë u përdorën rëndon figura të shumta të poetëve shqiptar të rilindjes. Toka e parëve tanë që u vranë në luftra me pushtues që asnjëherë nuk mundën t'ja bënin kodrave, pyjeve e maleve, të Krujës, Tiranës, Durrësit, apo të veriut e jugut të Shqipërisë, atë që i kanë bërë kusarët e politikës vjetër që po i bën ky regjim vrastar kusarie. Një arsye më shumë se ti, Sali, duhet të largohesh. Si i padenj për ta përfaqësuar këtë vend përpara botës demokratike. Nga fjalimi i Ramës ishte e pamundur të kuptohet nëse Partia Socialiste dhe opozita shqiptare do t'i bojkotojnë zgjedhjet lokale të 8 majit apo jo. E vetmja gjë e sigurt ishte thirrja e liderit të opozitës për të vazhduar demonstratat deri në largimin e qeverisë. Ja ku e ke popullin tënd. Shikoje, është këtu, duke të kërkuar një gjë që s'mund t'ja mohosh dot edhe për shumë kohë. Zgjedhje të reja, të lira dhe të ndershme. Demonstratat nuk ndalen, demonstratat do të vazhdojnë për ditë e për javë e më të mëdha. Në fund të demonstratës, lideri i Partisë Socialiste Edi Rama, duke përdorur një shprehje amerikane indirekt, shprehu pakënaqësi ndaj politikës së Shteteve të Bashkuara pas ngjarjeve të 21 janarit, politikë e cila ka folur hapur për provokim të demonstruesve ndaj policisë dhe ka bërë thirrje për ndalimin e manifestimeve të dhunshme. Dëshiroj ta mbyll duke i dedikuar çdo shqiptarit zakonshëm fjalët e harta të njërit prej shkruesve të deklaratës së pavarësisë së Amerikës. Kush fal liri thelbësore për siguritë përkohshme nuk i meriton dhe nuk mund t'i ketë as lirinë as sigurinë. Dhe ja pse sot e më vonë e deri në fitore ky popull do t'jetë në demonstrat. Pas zërave se demonstrata do të vazhdonte me ditë, zëra të shpërndar jo vetëm nga Selia Roz, por dhe nga disa drejtues lokal në përrejthe përpara demonstratës, pjesëmarrësit u ndjen disi të zhgënjur kur vetë Edi Rama e mbylli demonstratën me zërin e tij, pa dhënë asnjë mesazh të qartë në lidhje me strategjinë e të ardhmes. Të reja, të rinj, gra e burra, të moshuar, veteranë të luftës apo të persekutuar, demonstrues dhe polic të demonstratë madhe dëshiroj ta mbyll. Faleminderit të gjithëve, natë e mirë. Demonstrata u mbuluar gjërësisht nga mediat shqiptare, duke shfrytëzuar gjithashtu dhe sinjalin televiziv të prodhuar nga vetë Partia Socialiste.